Përshëndetje miq, mirë se erdhët në podcastin tonë të radhës të Blokonomi Podcast. Sot në këtë podcast kemi një sipërmarrës i cili është i nominuar në edicionin tonë të 5 të Fortin ndër Fortin. Vjen nga një industri shumë e vështirë, cili do që është në industrinë e ixharit, të burimeve njerëzore. I uroj fat në të gjeturit të kandidatit të durë, sidomos në këtë tregun tonë është kaq shumë e vështirë të gjesh njerëz dhe mbi të gjitha njerëz të durë për biznese, sepse ky shërbim i dedikohet atyre që është biznese. Dhe kam sot në podcast Kledi Kalaja, i cili është themelues i Kalaja Talent Consulting. Kledi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi që jemi ftuar në këtë episod të radhës dhe realisht dua t'ju përgëzoj për këtë nismë që jep një zë sipërmarrësve të rinj në Shqipëri. Është misioni jonë, domethënë duam ta dimë se kush është aty jashtë që ofron shërbime dhe mbi të gjitha të dimë se kush është mbas atij biznesi, se mendojmë që në këtë epokën e 10 vjeçarit të fundit, njerëzit lidhen shumë me founderin dhe ne ndaj duam të zbulojmë më shumë se kush është Kledi sot. Kledi, ne dimë që Kalaja Talent Consulting ka pak vite në treg, por do donim të dinim kush ishte Kledi para se të themelonte këtë kompani konsultimi, kush është formimi jot profesional? Atëherë, unë kam mbaruar për ekonomik, përpara se të themeloja Kalaja Talent Consulting, vi nga një eksperiencë pothuajse 10 vjeçare në shitje, në pozicionin si menaxher shitjesh dhe drejtor shitjesh në kompani të strukturuara në distribucion. 2 vite para se të themeloja Kalaja Talent Consulting, kam punuar në një kompani konkurrente, të cilën sot e kam realisht konkurrentin më cilësor dhe ka qenë një eksperiencë shpërblyese që më ka ndihmuar në ideimin dhe ndërtimin e Kalaja Talent Consulting. Po, se mund të shumë interesante kjo është. Ti ke punuar në ixhar më përpara ose në konsultim? 2 vitet e fundit kam punuar në ixhar dhe në konsultim. Pse vendose që të hapi një tjetër kompani në burime njerëzore? Vure që ka një gjë që ti mund ta përmirësosh shumë në treg apo tha 1 sekond, 1, 2 apo 3 kompani nuk e plotësojnë dot nevojën, kështu që le të futemi në treg. Tregu ka vërtet një mungesë të madhe në pjesën e burimeve njerëzore. Shumë punëdhënës kanë përballë një sfidë për të gjetur pronosit e dur dhe kërkesa nga tregu është shumë e lartë. Në gjithë kohë dhe kandidatët që dëshirojnë një punë ideale për to e kanë shumë vështirë të gjejnë ditën e sotme. Kërkesa është realisht e lartë në këtë fushë. Sa e vështirë është të futesh në burime njerëzore? Është e vështirë, një është sfiduese, për gjithë kohë është një pozicion shumë i bukur. Ti gjatë gjithë kohës je në kontakt me njerëz të rinj, me të rinj që duan dhe kanë aspirata të ndryshme për të zhvilluar profesionalisht. Një njerëz të rinj rrit connection. Është realisht diçka shumë e bukur dhe sfiduese. Është diçka që siç është një ditë, nuk është një ditë tjetër dhe puna nuk të bëhet monotone kur je në këtë fushë. Po ka mendimin që ka dhe sfida shumë të mëdha, se ke të zgjidhur me njerëz që janë karaktere të ndryshme, kanë dëshira të ndryshme, kanë preferenca të ndryshme. Ka pas ndonjë nga ato vështirësi që të ka gjetur të papërgatitur, si nga ana e atij që kërkonte punë apo nga ana e atij që donte të merrte dikën në punë? Vështirësi ka pasur në momentet saktuara, fatmirësisht dhe fatkeqësisht përballemi gjatë gjithë kohës me personalitete të ndryshme dhe me njerëz të ndryshëm. Ashtu siç ka njerëz shumë të kualifikuar që vinë bërë një intervistë produktive dhe ti gjen direkt një punë në cilën i përshtatet, ka dhe nga ana tjetër njerëz që realisht nuk e dinë as vetë çfarë po kërkojnë, dhe thjesht paraqiten në zyrë për të bërë një intervistë sa për të kaluar kohën. Ka pasur dhe kandidatë realisht problematik që nuk e larguar nga zyra deri kur të marrin atë që mendojnë se e meritojnë, por në fakt kanë qenë njerëz që nuk përshtaten. Sot hasemi me një kulturë që të gjithë duan të bëhen sipërmarrës, të gjithë duan të bëhen biznesmen ose të kenë pozicione drejtuese dhe vinë flasin me kompetente të plota dhe kur ti thua që nuk je për këtë pozicion, ata ndoshta dhe mund të ofendohen. Po ka ndonjë test që secili prej atyre që pretendon që do vinë në punë të duhet të kalojë përpara se ti ta delegosh ose ta çosh te kompania? Në momentin e parë që ne na vjen një kërkesë nga një kompani e caktuar për një pozicion, ne kemi databazë pothuajse 2 vjeçare tashmë dhe fillojmë të bëjmë një short list të gjithë kandidatëve të përshtatshëm për atë pozicion që është. Mbasi kemi përzgjedhur disa kandidatë, ne i ftojmë në intervistë fizike. Intervista në zyrën tonë kryesisht është njohje për të kuptuar sa përshtatet kandidati me atë pozicion pune. Bëjmë një mini test të vogël, kryesisht gojarish për të kuptuar aftësitë dhe teknike, por dhe personalitetin e tij. Dhe ajo që na bën të veçantë dhe mendoj ndryshe nga disa agjenci rekrutimi në Shqipëri, ne nuk dërgojmë kur një kandidat tek një kompani bashkëpunëtor i orni pa pasur një referencë nga punët e mëparshme për të kuptuar
A është vërtet aq i acat ç'thot kandidati në intervistë apo jo dhe arsye pse është larguar nga një punë një tjetër ndër vite. Kjo është thjesht për të mëshitur çfarë bëni ju, se gjithmonë ka pasur atë dilemën. Çdo format CV e ka 2 kontakt referencë në fund fare. Pra ti që mund të jetë kontaktet e personit, por ose një letër reference e shënuar apo e shkruar nga dikush. Edhe nuk e kisha menduar ndonjëherë që kjo mund të shkonte deri në pikën që një punëdhënës i ardhshëm mund të kontaktohet. Ne i kontaktojmë pothuajse të gjitha kompanitë që ka punuar më përpara, përveç sigurisht punës aktualeve të fundit ku ai mund të jetë i porosuar. Cila është rasja? Atyre që kontaktohen. Se jam shumë kurioze të Dua të them të vërtetën. Jo gjithmonë referencat janë të sakta. Më ka ndodhur jo më larg se para disa muajsh, fatmirësisht nuk e referuam në një kompani sepse dyshuam, po punsonin për një shofer i cili ishte larguar kompania e fundit me një vjedhje prej 12-13 milion lekësh, më në fund kompania i kishte marrë. Dhe kur ne pyetëm kompaninë çfarë referencë do jemi për këtë kandidat, ata thanë fjalët më të mira. Dhe unë këtë gjë nuk e kuptoj sot sepse ndodh. Domethënë të referoj një Më referoi një person i cili kishte kryer vjedhje dhe më referoi si një kandidat të mirë që duhet ta referonim të kompania. Prandaj ne mundohemi gjithmonë të bëjmë intervistat fizike për të kuptuar vetë si është kandidati. Fatmirësisht në shumicën e rasteve ata që kanë probleme të tilla kuptohen që në intervistë. Tek paketet që ofrohen për burime njerëzore kundrejt kompanisë. Në momentin që kompania kupton që personi si janë kontrata 3 mujore, 6 mujore, 1 vjeçare, kupton që kandidati i dërguar pasi ka kaluar ose se ka kaluar 3 mujori, nuk është i duhuri. Ka ndonjë trailer që ai ka të përfshirë në rizgjedhje dhe më shpjego pak më Ne shumë. kemi një garanci 3 mujore për pothuajse të gjitha pozicionet. Në veçantë disa pozicioneve që janë menaxherale dhe me paka shumë të larta që bëjmë garanci deri në 6 muaj. Brenda kësaj periudhe sigurisht që kompania ka të drejtë të testojë kandidatin, ta shohë, nëse nuk i përshtatet, mund ta largojë. Por edhe nëse kandidati nuk përshtatet, ndryshe duket intervistë, ndryshe duket realiteti në punë, por nuk e përballon dot pozicionin e punës që ka dhe i largohet, ne bëjmë deri në 40 zëvendësime pa pagesë. 40 zëvendësime. Okej, që i bie që klienti Edhe nëse i dyti largohet, sërish ne prapë zëvendësojmë pa pagesë. alternativa Në është moment që ndodh që një person të largohet për herë të tretë, atëherë duhet të ndalemi vetë të themi shiko, ku është problemi. Ndoshta është vetë problemi te kompania, ndoshta nuk po zbaton kushtet bazë të punës, ndoshta nuk po zbaton ato çfarë ka thënë në intervistën e parë. Dhe në këto momente ne sigurisht nuk mbajmë garanci. Garancia mbahet për sa kohë respektohet kodi punës, etika në punë dhe gjithçka çfarë është thënë në intervistën e parë. do duhet ndalohesha pak se deri tani folëm për ato që po kërkon punë. Po të flasim për anën tjetër, për atë që ndoshta është pak më delikat, se të flasësh për klientët, po mund të flasim edhe për eksperiencën e shkuar atëherë kur ti ke punuar për dikë tjetër. Sa të vërtet janë kompanitë në atë që kërkojnë dhe në atë që ofrojnë për Shiko, ne mundohemi të bëjmë një përzgjedhje të klientëve me të cilët bashkëpunojmë. Të them të vërtetën, realiteti është që disa prej kompanish ne i kemi larguar. I kemi larguar sepse hapi një proces rekrutimi dhe nuk e vazhdojnë kur deri në fund. Ekipi jonë lodhet, gjen kandidatët e dur, ja referon, kompania nuk i merr kurrë intervistë dhe ne jemi me sukses fin. Ne paguhemi vetëm në momentin që kandidati fillon punë. Ka kompani pastaj që tjera gjë thënë në fillim dhe tjera gjë e përballet realitet kandidati. Na thënë që kjo është paga, këto janë kushtet e punës, ne bëjmë intervistë, shemi një kandidat të dur, të cilin rrezikojmë ta djegim kur e çojmë në një kompani të gabuar dhe kur kandidati fillon punë, tjetër gjë është premtuar fillim, tjetër gjë del. Paga gjysmë në bank, gjysmë në dorë që fatkeqësisht ekziston akoma, i thënë që shtuna është punë, ndërkohë që është shtuna është pushim, ndërkohë që i thënë shtuna bëhet punë dhe situatat të tilla dhe klientë të tillë ne jemi munduar të largojmë. Jemi munduar të përzgjedhim një listë klientë që realisht plotësojnë kodin e punës, etikën e punës dhe e trajtojnë punonjësin e tyre me dinjitet. ka ndryshuar edukata të punuarit, sepse më duket sikur nuk të dua ta përmend pandemisë si milestone kur gjërat ndryshuan, po duket sikur pandemia solli një stil komplet ndryshe të punuarit dhe duket sikur ata që kërkojnë punë kanë përthithur më shpejt stilin e ri dhe kompanitë i duhet pak kohë për të shkuar deri tek puna hibride, remote working e të tjera. Sa e vështirë është që kompania që të ka kërkuar një pozicion specifik ta edukosh që ai që po do të punojë te ty, do të punojë, kemi gjetur kandidatin në dorë, po kërkon hybrid work. Pandemia na dha disa mësime dhe leksione. Unë kam punuar në distribucion në kohën e pandemisë dhe e shtuna ishte punë deri ato momente dhe pandemia na bëri të mësojmë që duke shmangur të shtunën në punë, ka shumë më pak kosto dhe shpenzime për vetë kompaninë. Dhe kjo na dha një mësim që ishte i detyrueshëm, nuk është se e kërkuan vetë pronarët e kompanive, duke ulur jashtëmase shumë kostot dhe duke rritur produktivitetin e punës. Kushtet sot fatmirësisht kanë ndryshuar, jo gjithmonë me dëshirën e punëdhënësit, por
nga halli dhe nga frika që mos largohen punëtorët dhe talentet e dur. Dhe fatmirësisht gjërat sot po ndryshojnë, sepse edhe brezi i ri që po del kërkon më shumë kushte, kërkon të respektojë dinjiteti, kërkojnë pagën në bankë që ta kenë për pension, për sigurimin e të ardhmen, nuk duan të punojnë të shtunave, kërkojnë edhe punë hibride. Varet gjithmonë nga lloji pozicioni, jo çdo lloj punë mund të bëhet hibride. Unë jam fan si punës fizike dhe në zyrë, pavarësisht se edhe ne punën tonë mund ta bëjmë hibride me video call, por ndryshe është kur takohesh me një person live, fol dhe shkëmben ide. Por pozicione si IT, pozicione në programim e tjerë mund të bëhen fare thjesht në remote, nga shtëpia ose ndoshta edhe jashtë territorit të Shqipërisë, dhe kjo ka sjell një leverdi shumë të madhe dhe rritjet e fitimeve të kompanive, ulin kostot e ambienteve të zyrës, por nga ana tjetër dhe punëtori ndihet ndoshta më i lirshëm të punojë nga shtëpia. Edhe mund të bëhet balancën e jetës sociale me punën, që për këtë gjeneratën e re duk shumë e rëndësishme. Është e vërtetë. Kthehemi pak tek biznesi, Kalaja Talenting Consulting. Shërbimet, produktet për çdo që shef të podcast. Shërbime që ofron është vetëm B2B apo mund të ketë dhe forma të tjera bashkëpunimi? Momentalisht ne jemi bazuar tek pjesa e rekrutimit. Kemi një numër shumë të lartë klientësh që ne përkthejmë vazhdimisht pozicione vakante që ka, që ne t'i gjejmë punonjësit, por synimi për të ardhmen është të jemi edhe në shërbime të tjera. Shumë shpejt do shtojmë pjesën e payroll, që ne të bëjmë listë prezenca të kompanive të ndryshme të payrollit, dhe sigurisht që duke qenë se tregu po kërkon jashmase shumë, sjellja e punëtorëve të huaj në Shqipëri nga vende të tjera. Personalisht nuk jam fans, dua ta theksoj këtë gjë. Unë jam fans që shqiptarët, talent shqiptar të promovohen në Shqipëri, të rrinë në Shqipëri dhe ato benefite që ne japim të huajve të japim shqiptarëve. Por duke qenë se tregu e kërkon, jam i detyruar të përshtatem. Synimin e të ardhmen është të rrisim pjesën e konsulencave, konsulencat në burime njerëzore, konsulencat në shitje dhe ndërtimin e trajnimeve të ndryshme të gjitha fushave. Si dhe pse jo ritrite për kompanitë, duke qenë se ka shumë kërkesa. Sot po bëhet një kulturë që kompanitë investojnë tek punonjësit, bëjnë ritrite të ndryshme, bëjnë trajnime të ndryshme për të përmirësuar ekipin, frymën dhe kulturën e punës. Shumë interesante. Dhe këto do doja të thuash sikur aty ku supozohet që mund dalin talentet e reja që mund të jenë nga bankat e shkollës, nga universitete, ka një gap shumë të madh ndër skillseve që fitohen aty edhe skillset që kërkon tregoj punët. Dhe të paktën nga vëzhgimi im në distancë, duket sikur ky gap një pjesë e madhe e kompanive e kanë plotësuar me training 6 mujore apo 3 mujore, në mënyrë të tillë që ato të kenë mundësi të përgatisin njerëz për veten e vet, por edhe të përgatisin për tregun, se në fund të ditës është një e mirë që e përbashkët ai person mund të shkojë tek X kompani, po do vi një moment që do kthehet, se i tillë është tregu këtu tek ne, pa futur alternativën që mundohen të marrin edhe kompani të tjera nga jashtë. A jeti vetëm në Kalaja Talenting Consulting apo portofolio të investimeve është diversifikuar? Si administrator, unë jam administrator vetëm me 100%. Kalaja Talenting Consulting momentalisht ka 3 specialistë në rekrutime që punojnë bashkë me mua, po mendojmë që deri në fund të muajit tjetër të shtojmë ekipin të paktën me 2 persona të tjera për shkak të rritjes së kërkesës. Ne po fillojmë të punojmë edhe me Kosovën, kemi disa klientë në Kosovë që rekrutojmë nga Shqipëria dhe jo më larg se dje kanë ardhur 2 kërkesa nga kompani italiane. Një kompani italiane që kërkon shofera nga Shqipëria që të jetojnë në Itali, por një tjetër kompani italiane që na ka kërkuar të rekrutojmë direkt italian nga Milano dhe nga Roma për kompani që janë në bazë në Milano dhe në Romë, sepse normalisht edhe kostot janë shumë më të ulta në rekrutimin në Shqipëri. Pra, më çon drejt në pyetje tjetër, kjo vizioni për 5 vjet të ardhshme. Vizioni është ajo që të thash, presim të shtojmë pjesën e shërbimeve dhe të jemi fizikisht me zyrë edhe në Kosovë. Pastaj në vende të tjera sigurisht gjithçka mund të mbulohet remote. Sot LinkedIn është arma jonë më e fortë, ne rekrutojmë në anë të LinkedInit. Një kandidat i mirë që synon një pozicion të mirë pune, ai nuk aplikon kurrë vetë. Jemi ne që e kërkojmë dhe bëjmë hunting, bisedojmë, tentojmë të mbushim mendin që ai të zgjedhë punën që ne i ofrojmë. A ka një rregull të pashkruar aty jashtë në treg që X kompani nuk merr kurrë me një kompani tjetër dhe që ju jeni në dieni të tipit Blokonomi nuk merr kurrë nga Udur, Dubina ose Ana Sjellta? Është vërtet, ka disa kompani që janë lider në Shqipëri dhe janë konkurrentë kryesorë që ndoshta ndajnë tregun vetëm me njëri tjetrin dhe nuk kanë kompromise për mos të marrë nga njëri tjetri, pavarësisht se her pas here nga nevoja dhe e shkelin. Kështu në mënyrë informale, po. Për shkak. Nuk e di nëse të pëlqen të flasësh për Shqipra, po sa i kushton një kompani të rekrutojë një staf, mesatarisht nëse do kontraktojë nga ju? Siç u thash fillim, ne kemi një sukses fee, minimalisht ne fillojmë me një pagë bruto që merr kandidatit. Domethënë ne marrim pagesën gjithmonë nga kompania,
kandidati është e jashtëligjshme që të paguaj para për të filluar punë, pavarësisht se ka kompani në Shqipëri që marrin para qoftë që një kandidat të jetë intervistë në databazën e tyre dhe pastaj marrin gjysmën e pagës kur fillon punë. Këto janë kompanitë e rekrutimit të palicencuara ndoshta që punojnë nga shtëpia, punojnë në mënyrë të zezë, duke na prishur realisht edhe tregun na. Fatkeqësisht ka, pavarësisht se ekziston një ligj dhe VKM nga kryeministri, dhe është një licencë që është realisht e kushtueshme që çdo agjenci rekrutimi duhet ta ketë. Dhe është e shkruar që punëmarrësi në asnjë moment të caktuar nuk duhet të paguajë për të filluar punë. Si mund t'i marrësh para një personi që është novetar. Fundit të gjitha novetar. Si ai me rrogë të lartë, si ai me rrogë pak më të ulët, është novetar dhe atë standardin e tese ka për të rrogë që merr. Interesante. Sa informal është tregu aty jashtë? Është shumë. Shumë informal. Është shumë. Po të bësh një search të shkurtër në Google të shkruash agjenci rekrutimi, mund dalin mbi 300-400 agjenci. Janë individ pafundësisht shumë që punojnë vetëm nga LinkedIn, punojnë nga shtëpia, nuk bëjnë fare një proces të një fill, kontaktojnë kandidata pa i bërë fare intervista, i dërgojnë direkt te kompania dhe marrin çarekun e pagesës që në realisht marrë nga kompania. Në këndvështrimin tënd po të flas si ekspert i fushës. Një kompani i kushton më shumë të marrë të rekrutojë një tuaj apo domethënë nëse edhe me skillset bazike, një që mund vi nga lindja apo i kushton më shumë të marrë një bazuar në Shqipëri edhe. Mendoj që i kushton shumë më shumë të marrë një të huaj, sepse një të huaj duhet të bësh dokumentacionin, duhet të paguash biletën e avionit, duhet të ofrosh strehimin dhe rreziku i të huajve është që mund të qëndrojnë 3 deri në 6 muaj dhe të përdoren në Shqipëri si urkaliri për në Europë. Ti akoma nuk Ti do fillosh prapë procesin nga e para. Procedurën nga e para. 2 vite në treg apo jo? 2 vite bëjmë në 1 maj. 2 vite në 1 maj. Dhe në këto 2 vite ka pasur një moment që ke thënë shkojmë këtej, punojmë atje ku ishim ose në një tjetër kompani se shumë stres, sidomos të marrësh me burime njerëzore. Fatmirësisht deri në këtë momente nuk ka ardhur dhe besoj se nuk do vi kurrë ajo që unë do të them të heq dorë. Gjithçka ka shkuar shumë mirë, kam një staf realisht shumë produktiv, shumë bashkëpunues. Përveç pjesës së punës realisht ja kalojmë shumë mirë me njëri tjetrin, ne kemi marrë punën si sfidë me dëshirë dhe një vizion për shkuar përpara. Ka qenë kaq e lehtë sa që shpjegon ti këtë rrugtim, se duket sikur ka qenë 2 vjeçari i fundit ka qenë shumë i lehtë, por dua të theksoj që puna për themeluar Kalea Talent Consulting nuk ka ardhur 2 vjet e fundit. Është një punë 10 vjeçare në cilën jam rritur profesionalisht, kam investuar tek vetja, kam investuar tek njohje të ndryshme, të cilët më kanë shërbyer. Kam krijuar një besim në treg në 10 vite që kam punuar në kompani të ndryshme dhe me individe të caktuar dhe në momentin e parë që unë themelova Kalea Talent Consulting, këto biznese të cilët i njeh prej vitesh u përgjigjen më dhanë mundësinë të bashkëpunoja dhe që në fillim, që në muajin e parë realisht zyra ka qenë fitimprurse. Kisha gjatë një konsulencë në shitje në kompani distribucioni që bëhe ishin shumë të ardhura për kompaninë dhe mbi 20-30 kompani të mia në Shqipëri ju përgjigjet thirrjes time dhe më dhanë atë dorën e parë që unë tecja përpara. Por siç e thash edhe në bisedën më përpara, unë bashkë me bashkëshorten time kam dhe një biznes tjetër, i cili ishte një suport shumë i madh nga ana ekonomike në qoftë se do dështonte Kalea Talent Consulting. Me një backup plan, po për përgjigjet tua të ardhshme, ke një vizion ku do shkoj klienti si person pastaj shporta e investimeve apo do shndrosh në këto 2 me të cilat ke hyrë në treg? Momentalisht dua të fokusohem tek Kalea Talent Consulting. Agjencinë që kam së bashku me bashkëshorten time, tashmë kemi prej 9 vitesh dhe mendoj se ka marrë të rrugën e zhvillimit. Biznesi është Faja Event and Flowers, agjenci dasmash dhe dyqan lulesh dhe bashkëshortja ime po e menaxhon më së miri e vetëm, ndihma ime është thjesht si këshilltar i jashtëm tashmë dhe fokusi momentalisht është që Kalea Talent Consulting të zhvillohet si një kompani që i ofron ndihmë bizneseve 360 gradë. Jo vetëm në rekrutim, payroll, konsulenca, por pse jo në marketing, në financë dhe fusha të tjera. Për atë që të dëgjoj, shërbimi i ofruar është vetëm për kompanitë, korporatat apo është nuk ka rëndësi se i madh është? Jo, momentalisht është vetëm për kompanitë dhe korporatat, nuk ka rëndësi madhësia e kompanisë. Ne shërbejmë si një kompanie që kërkon thjesht një sanitar ose një shofer, ashtu si shërbejmë një kompanie që mund kërkoj një inxhinier të lartë, një drejtor teknik, shive financa apo drejtoresh marketingu. Nuk e bëjmë këndarje sepse dikush ka më shumë pak lekë ose dikush më shumë lekë. Ke pasur ti një mentor në këtë rrugtim Kledi? Gjatë gjithë kohës dëgjova në një podcast tjetër në tënd që ishte mentor të rastishëm, i kisha thënë. Parasisht në YouTube. Fatmirësisht në kompanitë që unë kam punuar, drejtuesit e mi dhe ata që më kanë stërvitur, mendoj se kanë qenë mentorët e mi, por
kam patur një ndihmë sigurisht dhe nga familja ime. Babai im është rritur në një frymë biznesi, ka pasur biznesin tim më përpara dhe që në gjimnaz dhe në shkollën e lartë dëshira ime ka qenë të orientohem drejt sipërmarrjes. Kam qenë një person që në gjimnaz siguroja vetë të ardhurët e mia duke organizuar festa të ndryshme që bënim në gjimnaz, ekskursione me shkollat etj. Me radhë. Të ka bërë këtë mendosh që Jeta vazhdimisht më ka përmirësuar dhe kam studiuar vazhdimisht shumë për të përmirësuar veten. Ndoshta jo shumë në shkollë, por që rrugës kam lexuar dhe kam investuar vazhdimisht me trajnime tek vetja. të ka bërë këtë besosh që skillset si entrepreneur mësohen brenda familjes ose nga tregu dhe jo në auditore, apo ti mendon që duhet të kesh të dy eksperiencat? Mendoj që duhet të kesh janë një mix gjërash që ndërthuar me njëra tjetrën. Nga familja sigurisht që po, nga shkolla sigurisht që po, por skillset më të forta mësohen nga vetë tregu, nga momenti kur ti je në treg dhe përballesh me situata të ndryshme. Kur përballesh me dështimin, ti mëson nga dështimi, mundohesh përmirësosh dhe gjen vetë zgjidhje për dalë nga situata të caktuara. Shumë vërtet. Pak po e sigurt ti je në 40 vjeç, se je i nominuar në Fortin e ndërfortit. 33 vjeç. 33 vjeç. 18 vjeç ke punuar në 95, ke krijuar gjatë 2 kompani, me ose shoqërues gjatë rrugtimit. 95 kam punuar për herë të parë 23 vjeç. 23 Është vjeç. e çuditshme, por E konsideron të vonë apo të herët? mendoj që ka qenë fiks në momentin që duaj. No. Unë gjatë gjithë kohës si në gjimnaz si dhe në universitet, vërtet nuk kam punuar një punë fikse në orar fikse, por jam marrë gjithmonë në aktivitete të ndryshme që kanë nxjerrë të ardhura. Dhe kjo mendoj që më ka sjellë atë idenë time për të pasur biznesin që dhe pastaj puna ime e parë ka qenë në 23 vjeç në mosgaboj tek një spital privat në Shqipëri. Dhe në Dhe jam këto, rritur në detyrë për 2 herë brenda 4 javësh në atë spital. e këtë dha atë, të të themi vetëbesimin që gjërat arrihen, u arri kërkandem me punë, u arrin dhe shpejt. Arrien dhe shpejt. Dhe arrin shumë shpejt. Po, të më thënë, e bën të work phone 18-23 puna, pastaj krijimi i biznesit, hapja e biznesit të parë, pastaj hapja e biznesit të dytë, vizioni i qartë për të zgjeruar në Ballkan, fokusi është komplet B2B. I kthehemi kohës 18 vjeç, edhe pse ndoshta ti në familje në forma ato çësjen e biznesit. Kledi 18 vjeç. E kishe të qartë vizionin ku do shkoje edhe nëse tani do e kishe Kledin përballë. Si do e shikoje edhe ç'a do i thoje shikoj? Mendoj që e kam pasur të qartë vizionin që atëherë, gjithmonë dëshira ime kam qenë të orientohem siç thash tek sipërmarrja, por normalisht nuk e shija veten gati, normalisht duhet të stërvitesha më shumë. Nëse unë do i thoja diçka vetes time në atë moshë, do i thoja që të mos të ndaloj kurrë së provuari, qoftë dështimet janë pjesë e lojës dhe duhet të mësosh të ngrihesh, por do i thoja të investonte pak më shumë tek vetja, më shumë trajnime akoma, por vetë investonte vetë tek njerëzit që ka përreth, stafi, ekipi etj. Me radhë. Se kjo është një teamwork në të kundër i Kjo është pjesë e udhëtimit dhe ajo që realisht vlerat që ngelen nga udhëtimi që ti bën në sipërmarrje dhe në jetë. është shumë e vërteta. Shumë faleminderit për bisedën sot. Faleminderit. Kënaqësi e gjitha imja. Faleminderit. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Bashkë do shihemi të mërkurën në orën 20. Na unë Blerina, natën e mirë.